Jemi në Valias, në qendrën multifunksionale, e cila jep terapi për fëmijët me aftësi të kufizuar, jep terapi zhvillimi, logopedi dhe fizioterapi. Prej një viti është rritur ndjeshëm numri përfituesve të shërbimeve terapeutike dhe gjithashtu një lajm shumë i mirë është garantuar nga Bashkia Kamës vazhdimi i këtij shërbimi, pra do të jetë i qëndrueshëm. Përshëndetje, mami Elionit edhe Emanuelit. Janë me aspektin e autizmit. Prej 6 muajsh po morën trajnim në shtëpi, logopedi dhe trajnim zhvillimi. Ma përpara me humbte shumë kohë, shohën të sjellja në Valias, për arsye të transportit, të buxhetit, të kohës. Jam më kënaqur se i kam në shtëpi, trajnohen dhe falë Zotit tani kam shumë më mirë se shkan, falë terapive të ndryshme që janë bërë. Aplikova për të qenë vullnetare gjatë studimeve të mia, duke e parë si një mundësi shumë të mirë për të u zhvilluar praktikisht ato që unë kisha mësuar teorikisht. Kam prekur pika të ndryshme të sektorëve që këtu kanë, siç është qendra komunitare në Valias, por edhe shërbimi lëvizës në përshtëpia. Në kuadër të projektit BE për kujdesin social, ne si organizat kemi patur një bashkëpunim shumë të mirë me Bashkinë Kamës, që në gjenes, pra që pa filluar projektit të zbatohet, Bashkia Kamës e mbështeti sidomos të idenë e transportit social, që është një ide më inovative dhe ishte për herë të parë në Shqipëri që të kishte një makinë plotësisht të përshtatur për të mund të lëvizur personat me aftësi të kufizuar. Bashkëpunimi ka qenë fantastik. Qëllimi im final është që në të ardhmen të frymëzojmë bashki të tjera që të ngrejnë shërbime të ndryshme, pra të mos mendojnë vetëm në një format shërbimi, vetëm në terapi, po të mendojnë le themi për shërbimet më gjëra dhe të sjellin edhe inovacion në dhënien e shërbimeve sociale.